Vllaznia ka ndarë pikët me Vorën në javën e 32 të Abisnet Superiore në një përballje që përfundoi pa gola, por me shumë episode të diskutueshme në fushë. Të dyja skuadrat arritën të shënojnë, por golat u anulluan nga arbitri për parregullsi. Pjesa e parë ishte më e favorshme për vendasit, të cilët u shfaqën më kërkues dhe gjetën rrjetën me Luis Felipe, por goli u anullua për pozicion jashtëloje. Në pjesën e dytë reagoi vllaznia, duke marrë kontrollin e lojës dhe duke ushtruar presion në zonën kundërshtare. Kuqeblut u afruan avantazhit me Çeliković, por tentativa e tij u anullua për prekje me dorë, ndërsa një tjetër rast u ndan nga traversa. Në minutat e fundit, ritmi ra dhe skuadrat nuk rrezikuan shumë, duke pranuar në heshtje barazimin. Pas këtij rezultati, vllaznia ruan vendin e parë në renditje, të paktën edhe për këtë javë, ndërsa Vora merr një pikë të rëndësishme në garën për mbijetesë. Fitoria e Elbasanit ndaj Teutës në Durrës e ngushton diferencën në vetëm një pikë, duke e bërë edhe më vendimtare sfidën direkte të javës së ardhshme mes Elbasanit dhe Vllaznisë.